ju shumë idiot, ai përgjigjet çuçi. Ai thotë po mire ki se ta bën rrafsh. Po çish mund me pyet ChatGPT për shembull për Kubrikun kurse den. Kurse di one. Kurse den kush është Kubriku. Unë kurse di. Jo, Kubriku është një regjisor. Për shembull ti nuk e di unë. Emrin e çati persone, nëse do më au po kit filma çatina. Po për shembull mund ka dal diku ai person dhe unë e marr emrin e tij dhe e futi në ChatGPT për me ditë më shumë për to. A është e mirë? Jo, s'është e mirë. Nuk po them që është wow. Po është e ka do fare intonacione të mira që pa ditë nuk din ç'a me pyet. Jo, apo, jo më ka kuptoj, po besoj që kjo kur që është ta... Se nëse nuk e den, ti kime vetë, qa zgabim diçka dhe ajo shumë idiot, ai përgjigjet çuçi. Ai thotë po mire ki, se ta bën rrafsh. Po, ta bën, unë mendoj që është e mira që dush për me njoh. Ka filluar me kriju një egocentrizëm tepër të madh ChatGPT-ja, se këtëve pjo thotë mire kene. Edhe njerëz kanë filluar me menu që din me shkru skenar, din me bo dhe emisione. Bëma, për shembull, për që ato që e thati historie, ti dënojmë burat dhe gratë që të raftojnë, ti dënojmë në arët lëbëve. Edhe bëma ti një skenar, edhe ka bën ta shetorin e lëbëve, ti bën kejtësana. Kisha përgati me skenarin, dhe vetë kom përgati, se kom vetë ChatGPT-n heq. E po tash që kjo është.